Zotëri Shabani, të flasim pak për ujin, infrastrukturën. Duke marrë parasysh që në Dobërdoll dhe në Negotin, një temë shumë e diskutuar, janë ndërtuar 2 filter stacione me kredi të bankës qendrore. Mirë po edhe pas shumë vitesh aty përsëri ato filter stacione nuk janë funksionale. Cili është komenti juaj mbi këtë? Do të bëhet nëse ju zgjidhni përsëri kryetar komune, do ta zgjidhni këtë problem që mos të kenë ata banor problem me ujin kanalizimin? Tani do të jemi më të qartë dhe më konkret. Kemi problem, domethënë se nuk kemi ujë apo flasim në aspektin e cilësisë të ujit? Po flasim që nuk është furnizimi me... Domethënë, po furnizimi, nëse flasim për furnizimin, nuk është se flasim për cilësinë e ujit. Para disa ditëve, konkretisht mund të them që ka ndoshta një javë që unë kam publikuar, domethënë nga shtëpia e shëndetit publik, që uji për pije është i garantuar dhe ka gjitha standardet për pije. Në flasim për rastin konkret që... Jo, ka për shembull kritika edhe për furnizimin e ujit, si fshat, në këto 2 fshatra në 8 po vite në diskutohen më krye të shumë. komunës që kam qenë unë, kur nuk ka ndodhur në kohë të dimrit që mos ketë ujë për pije, mos ketë furnizim të mjaftueshëm. Interesant është që ndodh në 2 muajt e fundit dhe vazhdimisht ka polemika në fshatin Dobërdoll se ka mungesë për ujë të pishëm. Që 8 vite më herët nuk ka ndodhur. Nuk e kam të qartë edhe unë si mundet në këta 2 muaj gjithë kjo polemik që nuk ka furnizim. Po çfarë është problemi me këto filter stacione? Unë besoj që tani do të drejtoheni Poverenikut, ta pjesni ata, ai ka ingerencë, domethënë to plota në këtë drejtim dhe ai është edhe në karrigën. Po jo, komuna nuk është se nuk ka këtu një përgjegjësi apo? Po këtë do ta pjesni Poverenikun. Ja e shihni që nuk ka përgjegjësi, domethënë me ardhjën e tyre për 2 muaj në komunë, ja gjitha këto probleme që kanë ndodhur, kur tash 8 vite nuk kanë qenë këto probleme. Tani për 2 muaj janë shfaqur. Kjo është diçka e qëllimshme, diçka e koordinuar, po nuk më bën mua asnjë problem si Sen Shabani apo që do të ndikojnë në aspektin politik, të jenë të sigurt ata që nuk do të ndikojnë në aspektin tim politik, përpos që nuk mund t'i leshti 9.000 banor të fshatit Dobërdoll nëse marrin edhe Toplicën me 3-4.000 banor andej që t'i lësh pa ujë për pije në këto kohë në shekull 21. Pa do zgjidhet si problem kjo në mandatin e ardhshëm, që pastaj kjo ka qenë zgjedhur në 2 mandatet e mia dhe nuk do të ekzistojë më ky problem. Nga dita e hënë, jeni të sigurt, nga dita e hënë përsëri jam në krye të detyrës dhe personalisht unë atë ditë do të jem në vendngjarje dhe do ta shihni që nga e hëna nuk do të ndodhë ky problem. Ditën e hënë ju bëj apel që bashkarisht me mua të vini dhe të shihni a do të jetë ky problem ajo.